bojt këtu, ne? Efekte. Sot organizatat e shoqërisë civile janë mbledhur para Kuvendit të Kosovës për ta zhvilluar këtë aksion simbolik protestues, i cili shpreh shqetësimin tonë thellë si organizata në raport me krizën institucionale e cila po mbizotron në vend. Në fakt, ky aktivitet është një shprehje publike e pakënaqësisë tonë në formën më konkrete të mundshme, duke i vendosur pra 120 karrige të zbrasta, të cilat përfaqësojnë secilin prej 120 deputetëve të Kuvendit, të cilët nuk janë duke përmbushur mandatin dhe obligimin e tyre për t'i funksionalizuar institucione. Në fakt, këto shpërfaqin një realitet i cili është paradoksal, që përfshin një kuvend i cili ekziston si strukturë dhe në letër, por që nuk prodhon asgjë në përmbajtje në funksion. Kemi zgjedhur po ashtu secila prej karrigeve të përmbajë një mesazh i cili është i drejt për drejt ndaj secilit prej deputetëve dhe publikut në përgjithësi, që është thirrje serioze për pasur përgjegjësi, për të u fokusuar tek çështjet cilat kanë nevojë qytetarët e Kosovës të shohin zhvillime në veçantë në raport me ligjvënien dhe me mbikëqyrjen e ekzekutivit. Përveç karrigeve, sot kemi vendosur edhe ora simbolike, të cilat përfaqësojnë alarmin që është ndezur në fakt prej kohësh, por që shumica e deputetëve fatkeqësisht nuk është që po e marrin parasysh dhe përkundrazi po e injorojnë tash mbi 3 muaj. Alarmi po ashtu tregon kohën e cila po na ikën që nga anë shkurti kur janë mbajtur zgjedhjet, kur është dashur që subjektet politike që të fillojnë diskutimet për formimin e institucioneve. Kjo blokadë, siç e kemi theksuar edhe në deklarimin ton të javës së kaluar, nuk është më çështje teknike as procedurale, është një krizë mirëfillt e përfaqësimit demokratik dhe mungesës së kulturës që shpihen drejt marrëveshjeve politike. Duke i vendosur sot këto karrige të zbrasta dhe këto ora, kemi dashur që ta përçojmë një mesazh të qartë për deputetët e Kuvendit, të cilëve po u theksojmë që nëse nuk e mbushin këtë hapësirë me përgjegjësi dhe përkushtim për përmirësimin e jetës së qytetarëve, atëherë Kuvendi do të mbetet një skenë zbrazët siç janë karrigat praapa nesh, dhe një sallë e heshtur që më nuk përfaqëson asgjë përpos se vetës. Ne dim që ka pasur justifikime nga të gjitha subjektet politike për procedura, interpretime ligjore, mungesë të gatishmërive, inate nga e kaluara dhe premtime të tyra, por asnjë prej tyre nuk e mbulon faktin që vendi nuk ka një kuvend funksional dhe se institucionet janë jashtë funksionit tyre kushtetues. Ky aktivitet është vetëm aktiviteti i parë në vazhdën e një sër veprimesh që ne si organizata të shoqërisë civile do t'i ndërmarrim publikisht gjatë ditëve e javën vijim, derisa Kuvendi të kthehet në funksionalitet. Ne në fakt nuk po bëjmë vetëm shfaqje, po kundërshtojmë normalizimin e një krize tash e 3 muaj dhe që
duam të theksojmë që nuk ka asgjë normale të kemi institucione cilat nuk funksionojnë prej muajsh dhe që nuk ka asgjë të pranueshme që subjektet politike t'i shohin si opsion zgjedhje që nuk do të prodhojnë mbase asnjë situatë të re nëse nuk ndryshon kultura dhe mendësia jonë politike. Kjo protest është zëri ynë kolektiv dhe është vetëm fillimi i asaj që na pret gjatë ditëve dhe javëve në vijim. Faleminderit shumë, tash fjalën ja kaloj kolegës Rezarta Krasniqi. Andaj, aksioni që kemi ndërmarrë sot, në fakt është vazhdimësi e reagimit tonë së shoqërisë civile për të treguar edhe një herë që të gjitha kufijtë për një kuvend jo funksional tashmë janë tejkaluar. Zhvillimet e fundit në vend bëjnë të pamundur të mbajmë një qeveri të përgjegjshme dhe të hartojmë politika zhvillimore. Shto kësaj dhe pjesën e zhvillimeve të ndryshme gjeopolitike, si dhe izolimet financiare që i kemi nga partnerët ndërkombëtar e lë Kosovën në situatë të pafavorizueshme. Andaj, shfrytëzojmë rastin t'ju bëjmë thirrje të gjitha partive parlamentare që të kenë një dialog dhe një kompromis me një agjendë të vetme, e cila është interesi publik dhe interesi i qytetarëve që të kemi një kuvend funksional. Ne shoqërisë civile me aksionin e sotëm dhe reagimet tona kemi qenë të qetë. Mirë po, në ditët në vijim do të kemi edhe aktivitete tjera, të cilat do të jenë edhe më të zëshme, derisa të kemi një kuvend të plotë dhe kuvend funksional. Faleminderit. Do të kemi aktivitete të cilat do të jenë në vazhdim në ditët në vijim, ose në 48 orë që janë të parapara seancat, por që do të jenë të ndryshme dhe jo për të shkaktuar probleme politike apo lëvizje të ndryshme, mirë po do të jenë të kësaj natyra. Në fakt qëndrimi unë ka qenë i qartë që nga fillimi, kriza nuk është e karakterit juridik as procedural, prandaj edhe përfshirja e gjykatës ndonse hapi mirëseardhur nëse ndërmerret nga institucione tjera, nuk e zgjidh problemin kryesor që është mungesa e vullnetit politik për të pasur dakordim. Dhe në situatën aktuale mjafton që të ketë vullnet politik për tejkalim të krizës dhe nuk do të ketë fare nevojë për involvim të gjykatës kushtetuese, meqense dispozitat janë të qarta, përgjegjësia është edhe më e qartë se kush është bartës i përgjegjësisë për ta zhbllokuar situatën aktuale, andaj besojmë që ne si organizata të shoqërisë civile nuk e shohim të nevojshëm që me iniciativë tonën të ndërmerren hapa procedural për të shkuar në gjykatën kushtetuese, por që subjektet politike dhe presidentja e vendit si garante e funksionimit kushtetues të institucioneve dhe mund ta ndërmarrë një hap të tillë.